Por tani, është koha që të ftojmë Monin, atë që këngën e ktheu edhe në vitin 2025. Presim djalin nga Ferizaj në studio. Tani e kemi edhe Monin në studio, këtë fajtorin I cili na e riktheu këngën e Shaqir Cërvadikut. Në pjesën e parë patëm kënaqësinë që të kemi Shaqir Cërvadikun me ne në një lidhje të drejtë për drejtë, ndërsa tani e kemi Monin. Monit, qyshe? Mirë, përshëndetje Granet, falenderit për ftesën. Jam mjaft I kënaqur që jam këto pranë teje, edhe prezant në misionin tonë. Falenderit shumë. Moni, preferizoj direkt në studio, prej Prishtinës, ku e konë? Preferizoj direkt. Preferizoj. Qush është Ferizaj mas pare? Mirë. Moni, nga të lindi ideja me nis edhe me rikthy një këngë që është bo para shumë viteve realisht, nga I madhi Shaqir Cërvadiku, një këngë e dedikuar për bashortën e tij të ndjerë, dhe pas disa viteve vendoset që me rikthy me një titull tjetër, Sytë e tu. Ideja u kom personale në janë, fillim, ka linë që e kum ngu personalisht, edhe tani kum thonë që është një sen I mirë që muj me ripërpunu, edhe me nëzirë diçka ko gjatë mirë në stil temen, po me rikthy një perle, me ka që emocion një muzik shumë të mirë. E mendove që kjo këngë do të bëj tërmet në rrjetet sociale? Jo edhe aq, nuk e ku menu që ko me bo që ka gjbuj, po e kum posa ndjenjen që ko mu pëlqypi publikut. Po, a e frigu për shambull me marë një këngë, me qenë se është një këngë me një temë shumë ndishme, sepse kemi të bëj me diçka personalet një artisti. Kuptohet që nga njerë është pak një farë siklet ja me boa, mës me bo, që është për pritet, mës për para gjykona krejt aktor. Vërtet, lo. Nuk kum pos një farë frike kështu në vetë vete, se kum ditë që nuk kom e fy personin fjall, artistin fjall, edhe tekstin kër e kum shu, nuk kum ik pej teme, se kum shu taman që shështë, edhe versat reshtat janë komplet, përshtat me refren, edhe shumica kanë thonë që valloj e ke bu bashkë njëjtë, komplet. Kënga do më thonë e ke shkru tekstin sepse Shaqir Cërvadiku nga Belgjika sa po përfunduan bisedën, dhe sa erdhe në studio, a I të regojë që edhe tekstin e ka shkru vetë Monit të pjesës, do më thonë kur këndon ti. A ke vujt, a jetu vujt për dashni fillimisht? Kom vujt. Ke vujt, do më thonë tash t'ja shëru? Po, jam shëru, tash I na shnur, lo. Okej, do më thonë sarë për me dalë një këngë e mirë, do të gjithë qysh me qenë. Po ma shumë edhe muj me thonë që më ka inspiru edhe... Historia, si po është edhe kënga. Po qysh ke aj reagimi parë kur bisedove me Shaqir Cërvadikun për këngën, do më thonë, qysh kena ato pritshmërit, muhabetet, ke gjithë shka mirë? Po, njerë unë e kum prit që I kom e pranu, direkt, po nuk ka pranu njerë. Shkoku I vokali që është konë me efekt, me peq edhe ka desht mu konë sa ma original, sa ma organik mu konë. Edhe ai nuk e ka ditë, unë ja kum nisë muzikën teme, e ka ndëgju, nuk ka pos kur gjo këndër që kum shkru one, që kum knu one, ka kundërshtu veç për pjesën e refrenit se ka desht mu konë original. Po tani 2-3 dit negociota non-stop me ta, edhe ka hy tasha në TikTok, nuk ka pos apede informacion se so ka shpërthy muzika. Kur ka hy edhe ka po, më ka thirë edhe më ka thonë që okej, pelot qysh e ke bote. Edhe jena në rregull. Edhe neve këtë histori, ta se e pash që rinia e ka akseptua edhe këtë verzionin me pitch. Qaj u konë apede targeti për me godit, unë e kum dosht me këthy këtë muzik në rinin tonë, apede. Se shumica ka pos nashta që nuk e kanë dëgju, se kjo muzik o 12 vjetë që u publiku. Sidomos moshat e reja. Po moshat e reja nuk kanë pos një ori për këtë muzik. Edhe pse mos me këthy ollu, pse mi u vlerat e muzikës. Në një këngët mirë. Po, kujt I thët falenderit për pos Shaqir Cërvadikut, Moni, për këngën? Falenderit I thom kitë bashkëpunëtorëve, Tunis Bej, Rilend Bricorit, Unique Beats, Erol Osmanit, Loho tem Flamur Qukovci që më rre për mas, non-stop, me menagjeme, me sene, pa ta nuk ish bo kjo këngë, do me thonë. Edhe falenderit vetës normal, kuptohet. Falenderit edhe Monit këtë rast. Më të rego pak për videoklipin, me qenë se realisht
Edhe prej videoklipeve të tjera që i ke, këtu pak e ke përjetu ma shumë. Tregove që ka të bëj pak edhe me jetën tonë dhe personale. Po të reagim prej eksit në këtë rast? Po, ta diqka. A kemi na ju që se hina direkt në temë. Një farë shkëndije që thujnë e po, ta. Oke, me qenë se ka pas shkëndija, pritet të ribashke pase. Po jo, nuk pritet, ta ma më puna, ajo që thezë në gjithët lo, ta ma më puna. Dhe më thonë, videoklipi, a u patë naj problem në realizim, për shambull të flokat e këtë këto pjesë, apo... Po, të pjesat e floka kena pos pak probleme, shkoku i... se u konë moti, jënë konë temperaturat e olta. Edhe ka pos erë shumë, edhe në moment që u dhezë, apede, u dje karigeja, floka ka morë, apede, kane. Kena pos probleme edhe unë e kumro, do me thonë komplet nuj, të talesht, që nuk e di njerës. Sakrifica nga më të ndryshme për realizimin e... Po, fajnderit pe rilindit genes në Albonit, Ermal Karagjyzit edhe e kam bu një punë të paljashme, edhe u dollë, muj me thonë, filmi shkurt. Ka një edhe ke përjetu me një farë forme, pas ke pas rastin. është tamam puna, mës me përjetu, mës me ndjeni muzikë kaq personale për artistin fjalla, bede. është shumë e vërtet me qenë se kemi shumë artist në Kosovë, në Shqipni, që kanë realizu këngë ndër vite që realisht, unë them, janë perlat muzikës. Kështu që shumë mirë kur artistët e rinë, generatat e reja në këtë rast, moni i rikthen këto perla dhe vazhdojnë me i sjell edhe njerë, qofë me një vergjën ndryshe ose të njëjtë, i sjellin këngë që i dëgjojnë pastaj edhe generatat e reja. Po normal, tash me ngu njerës originalin e rinia nuk mujnë me ngu për shambull në kafeq ose në kerë ose me dikana, bede. Edhe unë e kumdosht me këthy në trep të rinjes, që mungun kërë, mungun klab, mungun kafeq, në restorant, ku dush, është pa problem, ku dush mujnë me ngu, se nuk ona i sen të keq që ke muzikë. Ne në fillim biseduam edhe me Shaqir Cërvadikun, sepse shumë komente edhe në faqet e emisionit, njëkohësisht ku e kemi nxjerrë një pjesë të e këndu një Alpi, dhe më thënë që e kemi lansu në rrjetet tona sociale, kemi pas shumë komente sepse po këndohet kënga, nuk keni të drejt, Shaqiri nuk ju ka dhonë të drejt. Kjo ke mirat që edhe Shaqiri edhe Moni në kemi sot në ftoftë në nxet, edhe që të dytë të reguan që jenë dakërdu që kënga me u lansu. Kënga pati shpërthim, gati 1 milion në YouTube, nuk për TikTok nuk besoj që muj me një, se ka kalu milionat të shumë. Me s'korrizu se ka kalu 1 milion. E ka kalu. Falënderit. Falënderit shumë. Që, s'komi i prej shtunës. Okej, tash po du me ta po një pytje. Ka ra fama në kry? Jo, as pak. Jom i njete. Gjithë shka që ka ardhë, folë punës edhe për të mallit zëtë. Edhe shkoku i njerëzë, nëse nuk ishin konë njerëz, që më kishin deshte, më kishin ngu, nuk isha konë këto. Normal, ko me posë gjithmonë lo komente negative. Gjithmonë ki mu paragjiku. Se dikush nashta nuk e di heq që ashtu ndodhë në projekt, e a i thot, aja ke morë lejen të Shaqir Cërvadikut. E do me thona, veç që kena pas kry komplet punët, i kena 100 vi, po... Masnes është dalë. Kuptohet që kjo nuk është kënga yte e parë. Realisht kemi edhe disa këngë të tjera me videoklipe, po kuptohet që gjithë njëna këngë është pasaporti e themon kështu që futesh në showbiz. Gjatë këtyre viteve të lancimit këngëve, njëkohësisht edhe videove të ndryshme që ke realizu, ke pas vështërsi në atë aspektin, me qenë se edhe i rinë mosh, me gjithë një rreth mirë, me vazhdu, me nësjell këngë të reja? Kum pos, për shambull kështu për me shkru e me punu, me kriju, diçka nuk e kum pos problem korë, se jam pi 15 djetë, one e punoj, apede, e kam këtë punë, jam në për studio, punoj non-stop, edhe nuk e lo vetën kur pasev. Kum pos projekte të mira dhe ma erët, nëse hi njerës të mingu, janë shumë këngë taman, e kumoj do me thonë gjithmonë nivelin, po tash kum vazhdu me rritë. Normal, tash du të me shku non-stop e të qumë anal. Po, gjatë këtyre viteve, sa ke gjithë për kraje prej artistëve të ndryshëm
Ose a ke të rokit me naj derë? është ma e letë me e thonë. Po, fakt. Kum të rokit, amo so për përkroje është 0, do me thonë. Nëse duhet me dhonë një notë, është 0, do me thonë. Për pos prej qytetit tem është vetë që këngëtari Getinjo, tjetër kosh jo. As nuk kanë shkru, as kur gjo, okej, apede, jom okej. Kjo ka ndodhë para se me dalë sytë të, apo? Po. Po tani ato dyrë që këtë roki dikur, jenë hapë ma syve të? Po. Qysh ka qenë e reagimi në këtë rast i monit për balla aty në personave kush do qofshin? Reagimi është pozitiv, apede, falinderit për komentet, apede, qa po menoni për mua, mo jona i sen ma shumë. Se nëse ti nuk ma jep dorën kur jam keqën tash kur jam mirë, apede se shumica mu i me thonë 100% kanë thonë ona e kena dit valla. E kena dit valla që ti ki me dhejtë. Gjithë është ajo, gjithë egziston dëkur që e kena dit ose është dasht mja bo qështë. E kena dit, amo one kur ju kum kalzu që apede, jam që kë, apede, jam djoli i ri, po du me etë, nuk kum kanë dy mua as pak, do me thonë. Edhe për kundra ze ku kum punu, kanë këshyrë veç poshtë e ma poshtë me mure. Po dalim prej kësaj teme, për se kera gjanat bukura sigurisht. Ka shku menja për shambull, me qenë se tani vetëm kanga ka dalë sytë tu, pse jo me bo një kangë në shatëre me Shaqir Servadikun komplet? Me qenë se e para ke gufojnë të në andë me miliona klikime. Tash është se one nuk jam bashkë në stil të bocit shaq, nuk jam bashkë në stil tina, jam stil temin edhe one veç e ku marrë e ku më këthin stil temin, për kundra zi nuk jam kur gjo kondër, mujna me punu me ta, unë jam i hapën. Me cilë këngëtar kështë dash me bashkë punu? Qytetit ta ma të kejtë, do me thonë. Unë me komenu që vitë Gjakovat, jo kështu ma lokalista, ku ka në të Ferizajt. Hajde për alisim prej qytetit tënë dhe mas ne i podalim pak ma gjë. Qytetit tem, do me thonë, me të parin që kisha bashkëpunu është muziko. është një djallë apede edhe po më duket vetet që më të hetë bashkë në hopa ti. Qysh ka një saj, i dyti është 2 tone, për tjerë në qytetë tem nuk e di. Po kështu për shumë me në këngëtare? Këngëtare, Dafine, Rinën, qëto. Oke, dhe më thonë, i paske një farë listët të emrave me këngë që dashtë me bashkëpunu. Të regove që do të thëtë në atë kohë e konë probleme dashnis, që shje sët karshi ndjenjes ma të bukur që e kemi? Unë jom mirë, jom po që me vetën, nja nuk jom as i dashurum, as nuk jom lidhje, jom i fokusum karierë tem, po kismet lo, pse jo, kjo është sen që ndodhë. Sho, kuptoj, që me në hadha shë a i dashurum, a i lidhja, në i sen, është mas kongës aty, se zakonisht të vujt njeri, për me gjithë vetëm fillan një dashni të re. Okej, Moni, që shën ka familja karshi kongës, suksesit, karierës tënde? Familja, pe kur e kum fillu, që shtash për 15 vjetë, nuk kum ka pengu kështu korë. Do me thonë, unë edhe kum studiu, edhe e kum mojtë muziken, nuk jem kongë kundra meja asë njerë. Për shambull, Bobi jam, më ka thonë, e dënë këtë punë, nuk kom qef me të pengu. Vazhdoj e te, edhe tash besoj janë shumë të lumë donë. Nuk jem dalë edhe e kum vazhdu taman që shdohet, me qu në men. Desa ti marrë unë, se më po më vynë tash dhe po du me dalë, se unë zakonisht njëna që dalë për skenarit. Fajmë derit e regjis, Arianit edhe kamermanve dhe gjithë stafit së të nëzetit. Desa ta marrë mikrofonin, se po du me të sfidu në këto momente. Një kësisht kësha dash që me më të regu cili ka qenë komenti ose mesajji i parë mas kongëve sytë e tu që ke marrë një mesajj që ti kanë bush sytë me letë. Me të regu drejt, do me thonë. Po, drejt, se na zakonisht të regojna drejt. është konë për i momi temë. Okej, 1, 2. Qëfar mesajji ka qenë për i mami tëndë? Momi jam më ka thonë bravo edhe Allah të kohë gjinit që ta ku më vonë. Okej. Një përshëndetje për të gjithë nanat, sepse janë personat që ndoshta në mbushin jetë, në mbushin dashni për me vazhdu tutje dhe fjalla ma e bukur në botë që i kemi është nanë. Në regull,
Nuk po qti me knu mas mesazhit nanës, për ndërrej për lo me knu pak ma vonë. Pse vlla kitë musafir që shtu më përmeni diçka që automatikisht më qetësoni? Po besoj që për din që kena një zilje për balë, edhe në ftoftë nëzet me dëmës du të më usfidu për lojave të ndryshme. Do e kemi lojën e 5 sekundave. Ja, okej, nuk jam i mirë në shpejtësi, po e provojnë arash. Qysht për shtatët, ndesh shpejt, ndesh ka dalë më rëndësi është, që më kujtu e ka nga Miri e Braz, më duket, ma ka dalë. Okej, ti është shpirti e më që. Amiga, a jena gati e regjia, su një bonavit sekundat gati. Hajde, shkojmë. Moni, cilat janë 3 dëshirat e tua? Shnet, pore, edhe sukses. Bravo, në 2 sekunda. Më pëlqej kjo, si do më thonë shneta, që e rënditet parën edhe para dytën njëjtë. 3 fjalë me shkronjen F. Flamur, flutër edhe fluturen. Fluturen. Okej. 3 gjërat që i bën Moni në mëngjes. Kofe, cigara dhe i pastre dhëmë. U ankove për shpejtësi, nejse. Okej, 3 personat që i telefonan vazhdimisht. Nonën, babën, vlanë. 4 sekunda. O, zanë, fajndere. 3 këngëtarët e tu të preferuar. Butrit i meri, Don John edhe Noizi. Bravo. Makinjat më upë në këtë. 3 gjërat që i bën në shtrat. Flaj, qona, flaj. Ideali e rive që me flaj. Okej. 3 ushqime që nuk ju thu kur jo. Pizzas, hamburgeret edhe ushqimet e detit. Pizzas, hamburgeret, okej. Kur njetë. Në rregull. 3 fjalë që nuk duhet t'ja thuash të dashurës. Kur nuk moj edhe s'po du. Edhe e trash pak e të sëmirë. 3 këngët që i këndën në dush. Nuk këndoj, nuk këndoj, nuk këndoj. Nuk e pas në një asë një këngë t'ilë. Okej. Dhe pyetja e fundit, mduket ose e para fundit, 3 gjërat që i bën kur je vetëm në shtëpi. Këqyri film, gjëj muzikë edhe shkruaj tekst. Okej. Dhe pyetja e fundit. Me qenë se edhe gjatë kohës që jemi taku edhe në fillim të bisedës se përmende një person shumë që po qëndron afër. 3 fjalë që ja kështë thonë këto momente, i ki veç 3 sekunda. Faleminderit shumë, du shumë, edhe shqyqyr që të kam. Heri gjenda, përshet që s'ta arrumë. Okej, në rregull. Me qenë se nga të regove që edhe tekste në ke shkru vetë, ke shkru shumë tekste, ke realisht ke bo këngë të shumë ta, se që mu kujtun se bas në alun sekundat halat u shku, më falnim. Mu kujtun nëse kemi amigën gati atje, 1, 2, ti ke njësë me rap, e ke nalë rapin, ke kalu në R&B, unë sot në ftët të nëzet, po du me të këthyt të dashnija e parë. Okej. Të rapi. Okej. Edhe po du me t'i thonë 3 fjallë, me që ato 3 fjallë, po du me na bo një freestyle, një këngë, një tekst, ose ndesh kënën, ndesh repovat, ndesh recita, ndesh qka du shbë, mikrofoni është i oti. Faleminderit. Edhe po vendosi 3 pëja të milejmë zekës jo, po 3 fjalë me shkronjën P. Qa po kesh, berat? Shkojmë me fjallën jo, realisht Paloma. Fatës. Paloma. Policia. Se për ndryshe të komplet gjobat kanë vendosë më u bo me anë të fotografisë. E mira është që nëse posta arrin me nasjel dënimet sa ma shpejt në shpi, e pagujmë 50%, për ndryshe e pagujmë 100%. Edhe
Me qenë se dush me shkru këngë, edhe kënga me një farformë është një lloj poezie në veti. Do më thonë, a i majtë në men, Pallom, policia, poezi. 3, 2, 1, shkojmë. Okej. Po buj me topi flenë, po sila në rrugën, jo me gjep, po pa ndur si farmacis për ngreje unë, palu me gre për shish, ko muj më në mjem lete, gozin fun rador me blec, ko më në doj po lec, se gjizë kompjoti, thirit me të so për reshta, vi me reshta, ka të reshta poezi, so për kote, rere kotër, bujnë gjashma i tajden në rim, so për gota, për mi gota, pi me shishe e nat pit, e në flat notës, jem të ec, pak so gipsin për me hiq. Besa shumë nuk vitaminia, i ka përmen 3 pëjat, e Milaj Mzekës, po, bravo, që, regjia. Që do rasët, kështu të këshyrë këta shkoj kime tek për rrimës, po jo. Qëshje ka rëshi kongve, për shambull, ma patriotike i të zgjen? Pak, nuk ngoj kështu shumë. është një kongë që do më thonë është konga e me preferume, që para se me përmbyll, ose për e përmbyllim realisht bisedën me atë kongë, ka sjell Dafina pësërisht kongën Jakub Ferrit, kështu që është një ndër këngët që e kemi dëgju gjithandej. Dafina e ka risjell me një videoklip, si shote Galica do këtë në klip, kështu që do dëgjojmë derisa të bëhet Dafina dhe djemë gati me Jakub Ferrin, a më të regën çka je tu zi tashti. Me thonë drejt, dje, veç folëm na pak më herët. Dje direkt për studios të notën edhe sot ku morë direkt e te. Muj me thonë që kom diçka shumë të mirë, shumë verore, shumë dance. Edhe besoj që kom ju pëlqy shumë, edhe kom javë vërtetu njerëzë që nuk është veç konga me Shaqir Cërvadikon që unë jam këto. Po është taman muni që është këto. Unë kongën e dëgjova, pak sa jo, 3 minuta e diçka. Konga do tjetë pa dyshim një kongë që ka me na bo, unë po e them vetëm me këcy, me u knaqë edhe me i shiju ditët e nxehta të verës bashkë me bashkëdetarët tonë që na vinë, që më nëmë të uroj shumë suksese, presë edhe me atë kongën, nuk po përmendim ashtu. Edhe thomë këto direkt që si del të parin të te komorë. Falenderit shumë për respektin edhe për ftesën, edhe që më ke bu ka që mirë muni edhe ka që letë para te. Falenderit shumë, knaci, kështu që ne të urojmë shumë suksese. Premtimin edhe, mës marrë dhe rilindi, kena punë mas ne me rilindi.